Daudi, ndërkaq veçanërisht për shkak të programit bërthamor, si do ndikojë kthimi i Donald Trump në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit? Po tani SBA nuk ka kapacitet që ta ndaloj Iranin, nëse Irani vendos të ketë bombë atomike, ata provuan herën e parë që nëpërmjet sanksioneve ta dëmtojnë ekonominë e Iranit, mirëpo Irani stoikisht ju qëndroi të gjithë sanksioneve dhe ekonomia e Iranit edhe pse në krizë, ajo vazhdon të funksionojë normal, pushteti është i fuqishëm, pushteti islamik në Iran, dhe nuk mbaren shumë se dhe nuk mërziten shumë se çfarë Trumpi mendon për Iranin dhe çfarë planesh ka. Tani Irani është shumë më i fuqishëm për shkak se është në aleancë me Rusinë dhe me Kinën dhe ka një mbështetje të madhe ndërkombëtare, pra nuk është i izoluar si më herët. Tani është i izoluar perëndimi për shkak se ka mbetur vetëm SBA-ja me disa shtete satelite që i kanë në Evropë dhe nuk ka kapacitetet Trumpi që ta kërcënoj Iranin dhe nëse përpiqet që ta bombardoj se për trupa të dërgoj as që ka ndonjë shans, atëherë kuptohet që Irani do t'u kthej duke i goditur caqet ekonomike të Amerikanëve në lindjen e mesme dhe sidomos bazat amerikane, ku ka të paktën 50-60.000 ushtarë dhe ata do të jenë në rrezik që të zhduken fizikisht nga bombat dhe raketat e Iranit. E qartë, mbas këtij rikthimi i zoti Daudi të Donald Trump, pritet që ai tashmë të mbështesë Izraelin pra në luftën kundër Hezbollahut dhe si do ndikonte kjo edhe në stabilitetin rajonal? Tani të gjën e parë që do ta bëj Trump, do ta shkarkoj përfaqësuesin e qeverisë amerikane për Libanin, i cili quhet Hochstein dhe i cili është çifut dhe është pjesëtar i ushtrisë së Izraelit, vetëm që ka shtetësi amerikane dhe ai e përfaqëson Amerikën në negociatat me Libanin. Hochstein u përpoq që të bëjë krizë politike në Liban dhe gjatë gjithë udhëtimeve të tija në Liban i kërcënonte politikanët libanes se Izraeli dhe Amerikanët do t'i zhdukin ata dhe besoj që Trump gjën e parë që do ta bëjë, do ta shkarkoj çifutin Hochstein dhe besojmë që do të dërgojë ndonjë diplomat me përvojë i cili do të jetë i paanshëm dhe do të përpiqet që të gjejë zgjidhje. Zgjidhja kuptohet që do të jetë që Izraeli mos e bombardoj Libanin, Izraeli të ndërpres gjenocidin në Gaza dhe në një situatë